Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Kush arrin në jetën tuaj të shteti një person i rëndësishëm? Pra, kush është ky person i rëndësishëm që arrin në jetën tuaj të shteti? Dhe këtë do ta zbulojmë me anë të tarotëve, shenjave dhe gërmave. Pra, kush është ky person i rëndësishëm që arrin në jetën tuaj të shteti, që vjen të shteti në jetën tuaj? Ky është një mbret i shpatave, një person që ka fuqi dhe komand në jetën tuaj. Vjen drejt teje dhe ty të shikon si perëndeshën e bukurisë. Femrën e tij të jetës ideale është në botë, pra është larg, dhe do të mbyll një cikël të jetës së tij për të bërë një transformim me ty në jetën e tij, sepse tek ty shikon femrën e tij të jetës, princeshën e monedhave. Do të krijojë një familje të shëndetshme me ty, prandaj ky është një lajm i rëndësishëm, që vjen nga ky person. Do të krijojë një jetë plot harmoni, plot paqe me ty, se ti je paqja e tij, je femra e tij ideale, femra e tij që ka gjetur qetësi shpirtërore, ka gjetur atë botën e tij që i ka munguar prej kohësh, sepse ka qenë gjithmonë i larguar në botë. Është një person shumë pozitiv, ka pasur probleme në jetën e tij, në kullën e tij, dhe juve ju mendon në çdo moment. Dhe pse është larg, ai e ka këtë distancë e vuan shumë për ty. Dhe gjithmonë ka ato mendimet e tija, shumë shpejt vjen drejt jush për të transformuar, për të bërë një ndryshim në jetën e tij, për të marrë vendime e dura, vendime shumë të rëndësishme. Dhe treshi i kupave më tregon që mbas vendimit do të bëhet një festë e madhe ku do të gëzoheni dhe do të festoni të gëzuar dhe të lumtur në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo histori? Me kë shënjë? Me dritjapin, me gaforen, me dashin, me peshoren, me dinjakët, me akrepin, me ujorin, me peshqit, me demin, majmunja dhe me doanin. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe, i like dhe një zemër të vogël poshtë video.